Kjo motra ka një halë thot i fejuari im nuk do me më fol as mu, po as familjes vetë. Arsyeja pse? Për shkak thot se ata më mbrojnë mua, edhe ajo është kidhnu me krejt. Normal, në aspektin fetar nuk kam çka me të thonë, e vetëm e gjë që themi është mas parim hegjet një djalë që e meriton mu feju ti me ta, që ka tutën e Zotit. Familja ti, nëse po të mbrojnë ty jep me kuptu se ajo është të të bane qëfar zullumi, o të bane budallaki. Edhe familja ti nuk janë rreshtu me ta, po janë rreshtu me ty. Ajve që pas ka nisë me bo budallaki, në atu ka një fejum. Ullu, biseda me ta. Nëse e shet që nuk dhez kjo fejes, kjo martes nuk vazhdan. Atëre motër, sa së është ba madhe daju. Vallahi nuk du mu da. Vallahi nuk kam qef me pati u da. Vallahi nuk du mu me inspiru për munda dikush. Veç, aj prej sot, po të bënë zullo me është idhnu me tyje, me familjen e vetë. Qka pret? Ku e din necët që ka me bajnë masit martohet me ty? E masit bëjsh fmi? Pasaj më shkru në mu, më thu, tash i kam 2 fmi, e kam 1 fmi, i kam 3 fmi, qa me bas po mujnë mu da? Vjen keq, por dita mirë shihet në sabah. Ma në ndru në i herë. Andaj, mere pak seriosisht këta, e she, do i sharit e mësë më thuj mu, vallaj unë e du, leo i motër atë muhabbet. Unë e du, a i shkatro ty. Mëse duj. E kuptoj edhe ato që ka herë dashnia nuk është nuk varët prej te, po kur ka hynë zamër edhe të ka robnu. Edhe ato mundo me e menagju. Edhe më sëllëshani i zamër, vup me njëherë. Se këqyre që ka vjen. Mani sanët me rezervë, mani nën kontrol, mundoni me i majtë. Andaj nëse e shet që sa shfetar, se ka tutën e Zotit, nuk e ka namazin, nuk është shumë i moralshëm, e këqyrë poshtë e naltë, të ofendon ty, fol fjallë këqia, të maltreton ty, edhe me printe me familjen vetë është prish. Quaj motor, daju prej ti me vakt. Daju me vakt. Allahu khajrë baftë. Qalni sot, keni kujdes. Keni kujdes, keni kujdes, keni kujdes. Jeni të e shkatru vetën vajzat e reja, edhe djemë të ri, që lidhuni pa kur far kriterin një me tjetërin. Nuk i kalzani familjes me vite, 6-7 vjetë, 4-5 vjetë, masaj në ndaju. Keni kujdes. Gjdo sen me dijet babës nanës, që në një njeri cile ka tutën e Zotit, edhe kur t'i shifni i sharetet si kurse ky rasti, me vakt, përfundane atë muhabet.